E mas kuqe nuk ka qenë ajo ndarje sepse ti ki pas me marrë një pjesë. Kur merr edhe jep diçka është marrëveshje, nuk është thjesht ndarje. Po qyshe pam, domethënë ajo pjesa e luginës Preshevës tashmë konsiderohet si thjesht pjesë e përhershme e Serbisë dhe nuk ka asnjë farë ndjeshmërie për ata shqiptarë që jetojnë atje. Edhe me këtë ligjin për automjete, ja u ka rëndu punën. Pra prej idesë së bashkimit kombëtar, ka kalu në një Kosova centrist që ja kish pas Zili edhe Halil Matoshi, që nuk është këtu sot me ne, që ke ma herët. Kjo ka zonë për një jo konsistencë totale, po kjo ka ardhur në formën e tensionit vazhdueshëm. Do të thonë nëse na e shohim draftin e asociacionit, këto që ka i përmendi drenori janë në draft asociacionit. S'ka me pas dinar. Ti vëllua që ka eshur Kurti dorë nga shqiptarizma, a mund ta them kështu? Po mëre, këta e ka thonë... Sepse në atë që argumentoj pak më herët e heta, në fakt nuk është që ka hequr dorë, dele kundër ta. Ka hequr... Të regoj qëta, se Kurti, kur ka ardhur në pushtet e ka kuptu që kushtetuta jonë nuk e lejon bashkimin kombëtar. Jo që ashtu ka thonë. Po dhe... E ka ditur edhe me herët, normalisht që e ka ditë. E basi e ka ditë edhe e ka përdorur atë temë, ajo është temë, që me thonë, një përdorimshe, ose është temë për konsum që mja gjujti popullatës, që shëtë edhe heta, me i fut qytetarët në ndjenja dhe në emocionet, cilat ty s'kan me ta ndiku qeverisjen këtu, po ty ti përdor ato për me i polarizu shoqërinë me se mi mbajt njerëz të afër vetës. Po dhe? Po jo, veç edhe, më falë, Nal, po a i do këtë Kosovë centrist, ose që i beson në Kosovën, se dhe idea Kosovë centrizmi është